Doktori sot ka dalë çdo ditë del 5-6 herë, a më shumë. Është ditë në televizor. Salian se ti vazhdon ti jesh anti-agresist aty, jo me siç ke qenë, De jure. De jure ti që vazhdon ti jesh anti-agresist, se ti dhe po ta besoj se ti jasën tani, se ta të marrin drum në kryesi. Po tani i thot njëri doktorit që nuk duhet të dalë kaq shumë ditë natë, se popullata mërzritet. Ke dëgjuar ti thot gjë, se për shembull më kujtohet. Në vit shumë vite më parë. Në vitet kaluara ti Po më kujtohet për shembull në Elbasan një herë. Doktori foli një 2 orë të në miting baton, foli gjatë. Edhe kur marrë mitingu të gjithë edhe të zyrat e partisë, tash unë doktori tash unë ti fole shumë gjatë dhe njerëzit poshtë haruan, bile dhe unë harova, filluam të bënim biseda me njëri tjetrin, popullata poshtë, bisedonte me njëri tjetrin dhe doktori fliste lart. Ashtu thoi dhe tha, si s'më thot njëri mua fare për këtë. Po ku të thonë do të thaj tash unë tani se të kanë frikë. Nuk i thot njëri tani ti që doktori nuk dalë ka i është zgjedhje e ti. Që të jetë e pranishëm në çdo moment. Zgjedhje dhe të gjitha zgjedhjet i e pajisë, këtu s'jep edhe njëri një zgjedhje, kupton? Po shiko, duke qenë zgjedhje ti dhe jep duke qenë një nga elementet që unë kam thënë, se kam thënë publik të që pa diskutim Partia Demokratike do të ndryshojë narrativën, edhe mënyrën e të bërit politik. Pra nuk mund të dilet në një konferencë për shtyp të përditshme dhe të flitet nga lufta në Iran deri tek kriza e naftës në Kubë. Në konferenca i del gjithmonë. Kështu që për përditshëm po them. Pra, Partia Demokratike në të kaluarën ka pas problematika, por një gjë ka pas me momente caktuara, ka pas mirë, ka pas tema caktuara, ka pas njerëz që dilnin ekspert për çështje të caktuara dhe ka qenë fokusi javor apo ditor aty ku është çështja. Tani, edhe për shkak se është kjo narrativa jo po mediat e regjimit e tjerë, mos i jep argument që të flasësh për 100 gjëra dhe të përzgjedhin ato atë që duan ato. Fokusohu, bëj një plan të qartë, nxirr njerëz të ndryshëm që duket që Partia Demokratike nuk ka vetëm një njeri, po ka edhe personalitetet tjera politike, ka dhe ekspert edhe kështu me radhë, kështu që pa diskutim kjo është një nga gjërat që duhet ta ndryshojë, por mua që Partia Demokratike duhet ta ndryshojë. Se qëllimi që kam unë nuk është si të riramur. Ka ndodhur ti thua doktor, ndoshta duhet ta paksoj më. Po unë kur i them në publik pa diskutim që unë s'do them biseda në private, po unë po i them ka gjëra po them publike, jo më që në private të them jo. Salian, se edhe ti duhet të mësosh disa gjëra. Njerëzit shumë publik, nuk ka pjesë private. Pjesë private është në krevatore. Mirë, dakord. Po them këtë. Sa pjesë, bile dhe ajo ta nxjerrin, po të kapën, dhe me ato ta nxjerrin. Nuk ka pjesë private politikani. Dhe ti duhet t'ia thuash më, edhe publikisht, edhe privatisht duhet t'ia thuash sepse dëmtohet shumë. Po mbaj qendrim publik. Ditë natë. Edhe duke mos e patur mik tani, edhe tani mund të t'ia thuash. Të kërkosh më. Sa po e thash më? Apo se dëgjova? Unë sa po e thash? Ti thu, sa po e thash pra? E them. Salian ti takon. Ky është ore të pyesin ç'është Partia Demokratike, çfarë ju thua ti? Gjithkohon. Po çfarë? Këto që them edhe në publik. Kaq, jo gjë tjetër më shumë. Ja të kapi tani, një angles, u bëjsua pak me ty dhe të erdhi aty. Mua më kujtohet kur bënja gazetën atëre vinë shumë të uaj, sidomos ta nordikët. Ishin shumë të vëmendshëm, banin mend dhe tonë dhe pse s'bie Erdogan tani thoshim shumë. Kisha 6 ditë që bënja sikur e linja unë atëre dhe ishin shumë të vëmendshëm, ishin shumë të zotë dhe gazetar shumë të mirë. Dhe shumë gjëra nuk kupton ata që atëherë, po bënin sikur. Vinin pyesin e ditë bënin sikur. Ti tani ç'i shpjegon të uajve, ç'a i thua për shkak? Ja të erdhi një uaj. Kur janë të tujt, erën edhe pyetjen e fundit. Ja vetëm nuk bëj nga që bën emisione përjavshëm, edhe 2 herë në javë, edhe mendojnë që gjërat ndryshojnë. Po ka shumë vite që nuk ka nevojë të ndryshojë, s'ka ndryshuar gjë, se është e njëjta situatë. Dhe të uajt i kuptojnë të gjitha që këtu po ka kaq vite që nuk ka ndryshuar. Shkëtirë tartarëve. Në gjë të re. Shkëtirë tartarëve. Ervin, se mendon ti se vjen me emisioni tjetër, vjen ca të ftuar tjerë dhe ndryshon gjë. Në thelba ka ndonjë ndryshim apo jo? Atëherë ç'është zgjidhja sipas teje thua ti? Ndryshimi. Po kush e bën? Se kjo nuk vjen nga Zoti. Vota. Misionari nuk të lejon? Vota. Po mirë, më shikoj. Cila vota? Në politik. Vota e kujt? Vota popullore? Në politik. Po vota popullore, vota demokratëve. Patjetër. Po vota demokratëve, ku ka vota? Ky është instrumenti. Ore vota e demokratëve ata që janë aty, janë për misionarin. Sekond, tani. Që është doktori. Po tani ne nuk dim atë gjë, ne dim këtë. Më the cilë është zgjidhja. Unë them vota. Vota. Ju thoni s'ka votë, po nuk ka votë. Atëre vota. Vota. Të marrim armët.
Më shkruan tani një miku juaj njëri mirë shumë. Ka vetëm një zgjidhje. Që thotë mbetëm me lugë, thotë zbrazët në dorë, kemi 100 vjetë, thotë. Po të drejtë ka. Thotë mua në njerë, më shkruan tani. Po zotëri, Dhe thotë do të apjësë Salianin, po prit më, thotë. Ka një pyetje shumë të drejtë. I lodhër shumë, e vajti dhe te Big Brother, ndaj një pak e parë që ishte aty, iku me vrap. I Livrenos i shkredi, iku, me vrap, iku, largua. Dhe tani me bën një pyetje shumë të ndershme, se tani është militant të rjetën, po të rjetën me lugë bosh kështu të ri dhe të presë dramën, që ndonë copat e më dha, gjitha. Kure ky Salian. E refuzon dhe kazanin e Edit, se Edit do t'i japë një garush. Kazani, Edi i jep ati mo. Jo një lugë, po i jep 1000 lugë. Po problemi është që a i së vete ashtu. A i po pytani, Saliani thot mua, që të ketë shpresë, se këto po e vete fole vetëm të unë, s'ka produkt mo. Do fshysh në zgjidhjet jo dha, po jo. Në prill që të fiton. Do shta fiton, do shta... Po dhe unë pëzëradhen. Ti do ysh në zgjidhja, po jo, se këtu mua më ikën kësa bisede. Jepja përgjigjen Renozit se ai nuk të pranon me këtë logjik. Së pari njërë duhet vlerësuar që ka njerëz si Renozi, që pavarësisht se është në kushte jo të mira financiare, i reziston tundimit të, jo të një drejtori apo të një specialistër, kryeministrit Shqipërisë, që shumë drejtues të Partisë Demokratike. Çaj po të donë të shkonte me dashin, mo. Nuk kanë rezistuar. Punojnës me dashin. Një sekond, prit, se nuk është se atë tjetër në përjashtë. Shkonte inspektor. Po jo, nuk t'i ikën ai. Ai prit të... Këtu ka një problem, që njerëzit si Vrenozi, që nuk janë vlerësuar kur nga Partia Demokratike, po vetëm kanë kontribuar për Partinë Demokratike, më njënohen. Dhe ndërkohë, vinë zgjedhjet, vinë disa tjera, por nuk ka më kur të vijaj moment, do vi këtu të ty edhe do flasë. Ky është një fazë, unë po flasë, mos e ka marrë do burë këtu të thua, tani unë po të them të gjëra. Po thua tani, mos e nuk të gjengje. Por nuk ka zgjedhje tani, tani është kjo fazë, që unë them, se po bëjmë pyetje retorike, në këtë fazë, nuk kam dëgjuar asnjë njeri. Shkruani se më duket se do kandidoj. Nuk kam dëgjuar asnjë njeri në Partinë Demokratike që të dali dhe të kundërshtoj qoftë edhe një prej këtyre që them unë. Por unë në këtë fazë jam duke thënë shiko, o zotrinj, që ta shërojmë një smundje, duhet të kemi një diagnozën. Kemi 1, 2, 3, 10 probleme. Nuk thot njëri farore, thonë, ky është i vetë preashtuar, këti ja bën takimet, këti ja bën takimet këtë tjetri. Ora mirë, thot që themi qëndrojnë, to apo ja? Jo, qëndrojnë dhe e di pse i bezdishëm ti për ta. Dhe unë të ka thuja. E di pse jemë. I bezdishëm për leadershipin, se për sallat kanë Po e qenë di pse kanë frikë aty. Fatmirësisht. Që s'ke ikur, mos e ata nuk pirdin ata që kanë ikur. Që kanë ikur aty, 400 grupe. Kanë ikur, po ata nuk... Jo, nuk iki, unë do jem Doktori nuk i vret, nuk i ka vrarë, se doktori nuk të vret, fizikisht. Nuk i ka vrarë dhe nuk i nëmëron dot më, po disa grupe ka aty. Erë 1000 në raport me Enverogje. Dhe ty, do ishin shumë të knaqur, po të këshe ikur. Po ti nuk e ikur dhe të kanë shqetësim këtë gjë. Nuk iki, ja. Po do ikë që nuk ikën do me. Nuk iki. Dhe kjo Vrenos si bën ky, i nervozon ata që nuk ikën. Do jem në partinë... Ose shikosin gjithë vogël këtë. Do jem në Partinë Demokratike. Ju e keni parë... Do jesh aty. Edhe tek takimet, që në të njëjtat qytete... Jesh o pingat e shërës aty se ata... Ore një gjë, po mirë se kjo punë... Mirë, dakord. E dini ju se për shembull e Vrenozi e di se ka qenë kosh. 2021 bëri një komision ai ishte ai kryetari tjetër që e mbante ky kryetari që është tani. Bëri një komision edhe më hoqi ai mua nga zgjedhjet. Shkova atje, unë takova prap mblodha sallën me njerëz, mblodha partinë dhe u hyra prap në listë. Pra nuk është jo punë me qefin, po të ishte me qefin e këtyre s'do isha fare unë. Kjo nuk është çështje qefi. Dhe një element që shmanget apo mbase nuk e ke vënë redi. Ora takimet në të njëjtat qytete. Shiko pak takimet në të njëjtat qytete që kanë bërë kryetari i partisë dhe takimet që kanë bërë unë. Tani këta, a janë demokratë se thonë jo po regjimi jo kështu, pse nuk kanë frikë këta njerëzit të vinë aty dhe pas kanë frikë të shkojnë te ky tjetër, se ata janë opozitë, ata dalin ça nuk thon për shembull Vrenozi, bën opozitë më shumë se Qereku i kryesisë, e kupton? E di çfarë janë duke thënë ata tani mo. Tani se ja kam dhënë. Si sikën ky mo, ç'është ky mo? Ç'është ky që sikën nga këtu mo thonë? Këtë vëmendje, se këto akuzat i kanë për njëri i kanë bërë tjetrin dhe a biten pse sikën ky orë? Sepse politika nuk është ka myrën pronën, politika është kontribut publik, edhe ajo është pasuri publike Partia Demokratike, se arrohet shpesherë kjo gjë. Partia Demokratike është pasuri publike, dhe unë shpresoj që mos i hynë aventurave për të bërë konflikte, Peni dhe si lajmë më duket sot ishte ma afër kandidimit.
Saliani beni si lajm që Saliani më afër kandidimit. Për duke do kandidoj. Se me sa kuptova unë, ndoshta dhe nuk kuptoj mirë, këse kjerat kanë filluar nuk thash asgjë, unë u përgjigja për atë. U përgjigj, po nuk tha asgjë. Po mirë. U përgjigj, do më thënë... Po mirë. Mos pengon humbja fare. Tani, zotja Bilekaj, jo, po këtu do jemi, do mblidhemi prapë. Varet se do bënë zgjedhjet, se po s'pati zgjedhje... Se s'do ke zgjedhja? Apo thuhet si formalitet. Zelenski, me që është kjo gjendje tani kështu, që Molotove këto, doktori mund thotë që s'do kemi zgjedhje, se është gjendje lufte. Edhe vazhdon si Zelenski. Unë nuk kam se si ja përgjigje, sepse kjo... Se është dhe kjo, që të ndrojë si Zelenski, doktori. Që se zgjedhje do bënë prill, me një ata një vot, përgatitjet duhet të kishin filluar sot. E pra, po ka dhe një element tjetër, zotëri, që... Po mund mos shkojmë mos më rrëzohet Rama, se jemi kilometrin e fundit. Duke qenë se është kilometri i fundit, është... Mund të rrëzohet këtë javë, si pret përgjigje për... Unë kam iden që Rama, edhe po të vendosë, edhe Rama të hypi në njërore, ka që bujnë edhe po të vendosë për ti ikur. Se siguroj që këta thonë aman, do t'i thonë aman këtheu. Rama vetëm mund të rrëzohet, që kushdo që ndërron që edhe Rama ikën vetë, ka gabim. Brit, edhe si kur më po të them, ti ikë, unë kam frikë se ata do thonë, aman këtheu se... Po që se edhe Rama nuk rrëzohet, nuk ka... E shpresë e kove.